Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë sërish kundër amendamentit të propozuar nga mazhoranca socialiste në kodin e procedurës penale, i cili parashikon kufizimin e kompetencës së gjykatave për të pezulluar nga detyra presidentin, kryeministrin dhe ministrat. Sipas Berishës, kjo nisëm cënon ndarjen e pushteteve dhe dobëson kontrollin e drejtësisë mbi zyrtarët e lartë, duke i ofruar sipas tij mbrojtje politike qeverisë. Edi Rama duhet t'jap me njërë dorëheqjen. Ai po konsumon çdo orë, çdo ditë që qëndron në detyrë grushtin e shtetit brenda shtetit. Në një akt antikushtetues, tepër të rrezikshëm, ka paraqitur amandamentin Rama-Lubia, Rama Balluku, me të cilin kërkon t'i jap ministrit, t'i jap zëvendës kryeministrit dhe kryeministrit atë mbrojtje që kushtetuta nuk ja ka dhënë. Mirë po, ka një parim themelor të sankcionuar në frymen dhe germen e kustetutës, sipas të cilit, për funksionet kushtetuese të organeve, atë që nuk ka dashur të bëj kushtetuta, nuk mund ta bëj ligji. Berisha theksoi se opozita përshqyrton të gjitha rrugët ligjore dhe politike për të kundërshtuar këtë ndryshim, përfshirë edhe dërgimin e çështjes në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë. A do shkojnë në gjykatë kushtetuese apo në kryengritjen paqësore, kjo do diskutohet. Por ne jemi të përkushtuar në organizimin e kryengritjes paqësore të qytetarëve shqiptar, të cilët kanë një shkallë zemrimi të pakufishëm. Në deklaratën e tij, kreu i demokratëve shtoi edhe akuzat të tjera ndaj kryeministrit, duke e cilësuar nismën si përpjekje për të shmangur përgjegjësinë ligjore dhe për të mbrojtur bashkëpunëtorët e tij politik. Ai thot se Lubia dha 3 herë dorëheqje. Aty e zbuloi veten. Nuk e lejoj se do e marr me vete. Kaq, u faktua ajo që kemi thënë. Dhe e din që Lubia bëhet tentito. Me akuza ju përgjigj qëndrimeve që kryeministri bëri për akshin ndaj ish drejtueses së këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj. Prandaj dhe mbrojtja që i bën ai Mirlindës është mbrojtja që i bën lindës së Suhellit dhe është absolutisht dëshmi e implikimit të tij të thellë familjar në aferën e Aksh. Po, është implikim direkt i tij. Në fund, Berisha i përsëriti kërkesën e Ramës për dorëheqje duke paralajmëruar se në të kundërt opozita do të intensifikojë reagimin qytetar, duke përmendur datën 20 shkurt si moment mobilizimi kombëtar. 20 shkurti është dita e kryengritjes më të madhe paqësore në histori, që e pret çdo shqiptar, por që e presin mbar vendet demokratike të Europës dhe të botës. Faleminderit. Ndryshimet ligjore pritet të votohen në parlament, ndërsa debati mes mazhorancës dhe opozitës mbetet i ashpër për rolin e drejtësisë dhe balancën mes pushteteve.